Lereni 5 minuta në flokë këtë përzierje dhe i thoni lam të mirë thinjave. Sipas shkencëtarëve, bojrat e flokut janë plot me kimikate të lidhura me dëmet e shëndetit. Më konkretisht, 87 nga 100 femra që luajnë flokët rregullisht mund të vuajnë nga problemet e gjirit. Ekspertët tregojnë se alternativa natyrale mund t'japin të njëjtat rezultate sa i përket qëndrueshmërisë ose patjetër t'i bëjnë flokët tuaj edhe më të shëndetshëm. Prandaj në këtë video do ju prezantojmë një mënyrë natyrale se si të përdorni recetat me kafe për të përmirësuar dukjen e flokut tuaj dhe për të mbajtur larg problemet e thinjave, sipas një studimi të botuar në International Journal of Dermatology në janar të vitit 2007. Por si të përgatisni kafen për të lyer flokun? Përgatitja e një kafe të fortë organike normalisht e lini të ftohet. Përzieni 2 lugë kafe, 2 filxhan kondicioner natyral dhe 1 filxhan kafe të ftohtë që keni përgatitur më parë. Aplikoni përzierjen në flokë, e lini për 60 minuta dhe i jepni flokut një ngjyrë të mahnitshme. E lani atë më pas me ujë të vakët dhe të rrjedhshëm.